Drejtoria e përgjithshme e burgjeve njofton se 33 persona të cilët cilësohen me rrezikshmëri të lartë shoqërore janë transferuar nga burgu i Durrësit drejt burgjeve të Fierit dhe Peqinit. Nga të transferuarit 27 janë të paraburgosur dhe 6 të dënuar. Mes të transferuarve janë figura të njohura të botës së krimit, përfshirë Lulzim Berishën, Orges Modhën dhe Eugene Kokën, të arrestuar gjatë operacioneve Ura dhe Revanch. Në grup janë edhe 3 shtetas të huaj, 2 brazilian dhe 1 venezuelian. Transferimi u realizua në masa të larta sigurie me shoqërimin e mjeteve të shumta të policisë së shtetit, duke synuar parandalimin e çdo rreziku për arratisjen apo incidente brenda burgut. Vendimi për transferimin e këtyre të paraburgosurve dhe të dënuarve erdhi pas arratisjes së Altin Docit nga Spitali i Durrësit vetëm 2 ditë më parë, një ngjarje që theksoi dobësinë e sigurisë në burgun e Durrësit, i njohur edhe si burgu i vipave. Pas këtij incidenti, autoritetet rivlerësuan shkallën e rrezikshmërisë për të gjithë të paraburgosurit dhe të dënuarit, duke përzgjedhur më problematikët për t'u sistemuar në Peqin, ku mbrojtja dhe kontrolli janë më të larta. Transferimi synon gjithashtu të forcojë sigurinë brenda burgut të Durrësit dhe të parandalojë ngjarje të ngjashme në të ardhmen, duke garantuar mbrojtje më të madhe për personelin e burgut dhe shoqërimin e të paraburgosurve me rrezikshmëri të lartë.